Në kuadrin e emergjencave, në prag të verës, Drejtoria e MZSH-s Belish, në bashkëpunim edhe me prefekturën, edhe me drejtorinë e përgjithshme të MZSH-s, ka bërë planin e masave për emergjencën, për rrezikun e shtuar në sezonin e verës, edhe ka organizuar punën për të përballuar të gjitha llojet e situatave që mund të krijohen. Në këtë kuadër, mbi bazën e planit masa të bërë nga prefektura, nga Bashkia Belish, edhe Drejtoria e MZSH-s Belish ka bërë planin e vet të masave, ka marrë masat e emergjencës, ka shtuar gatishmërinë, kemi ngritur përveç strukturës tonë si stacioni i MZSH-s, edhe grupet vullnetare në qendrat administrative. Në këtë drejtim, do t'ju them që ne jemi stacion i ri realisht, nuk posedojmë maksimumin e mjeteve, por ne kemi nga gatishmëri 2 mjete zjarr fikse, edhe pastaj kemi edhe mjetet e bashkisë, mjetet të vullnetarëve, me të cilët bashkëpunojmë ngushtë edhe reagojmë për çdo lloj zjarri që mund të bjejë në territorin e Bashkisë Belish. Përveç kësaj, koordinuar punën edhe në rang prefekture, edhe në rang republike. Domethënë, menjëherë komunikojmë me të gjithë veprorët, me varësit tonë, reagojmë për çdo rast ditën më shpejt se 3 minuta. Një mesazh që doja ta transmetoja edhe me rastin e kësaj interviste që po merrni ju, është ky që gjithë banorët e territorit të Belshit, duke qenë se jemi territor kodrinor me gjelbrim të shtuar në mënyrë të veçantë me ullishta dhe me vreshta, është që të bëjnë maksimumin e kujdesit në lidhje me bimësinë e ulët, e cila tash me rastin e fatësirës tepërore thahet edhe bëhet një rrezikshmëri e shtuar për rendjen e zjarreve dhe për përhapjen e zjarreve.